gjithë neshtet janë vështira, besoj që 3 pikë që ka vlerë me secilin skuadër, po ta shohim bazë kundërshtarëve, ndoshta s'mund t'i ndash, pasi kena tregu që neshtet e fundit s'kena arrit marrim 3 pikëshin ndaj kundërshtarëve deri diku në letër që na favorizohet dhe ndoshta marrja 3 pikëshit, por që siç thash duhet i lëmë mbrapa neshtet që kanë shku dhe të fokusohemi te 3 pikësh i rrallës. Duke pa dhe momentin që ishte nesha, normalisht vjen keq, penaltit i humbin ato që i gjujnë, normalisht jam aty për të marrë përgjegjësi këtë neshje. Goxha përgjegjësi, edhe ajo penalti e humba, gjë që zgjen mirë pasi ndoshta do na jepte një moral tjetër dhe për ndeshjen, por që vazhdojmë para. Kështu është futbolli, jena siç thash aty për të marrë përgjegjësi nga uni i pari tek gjithë. Është gjithmonë mundësia për të kompensuar si unë, si skuadra, kështu që siç thash, do shënojmë 3 pikëshin e rrallës dhe do bëjmë më të mirën që ta mbyllim këtë vit me 3 pikë. Them drejtën, duke pa gjendjen e skuadrës, jena të vetëdijshëm që s'është momenti më i mirë. Një moment që nuk vjen rastisht duke ditë dhe situatën që kena kalu. Kena pas dëmtime, gjë që ka sjell performancat jo të duhura, jo ato që kërkojmë gjithë nga skuadra. Mendoj që s'është momenti që t'i hyjmë një analizë detajume, por që duhet jemi optimist gjithë dhe në këto momente duhet jemi pranë skuadrës. Mendoj që Shkodra ka shumë tifozë që dojnë vllazninë edhe në këtë moment duhet të tregojnë që janë mbështetjet skuadrës dhe janë aty kur skuadra është në vështirësi, t'i gjenden pranë. Gjithë ambienti sportiv i Shkodrës mendoj duke nisë edhe nga gazetarët, pasi kohët e fundit realisht kanë pasur një frym deri diku jo të duhur ose që Shkodrës dhe vllaznisë nuk i shkon për shtat apo nuk e favorizon për momentin që është. Kështu që pa përjashtim gjithë besoj që duhet jenë aty, sa herë vllaznia ka nevojë dhe ka vështirësi që ta mbështesin. Po në aspektin e gjithëve, unë mendoj që në këtë moment në Shkodër shtohen si specialistat e futbollit, si analistat e futbollit dhe sigurisht që reflekton një frym jo pozitive. Mendoj që hallet dhe problemet tona duhet i marrim këtu dhe duhet jemi afër njëri tjetrit në këto momente që zgjidhjen ta gjejmë dhe t'i shërbejnë skuadrës për vazhdimsinë dhe jo deri diku ta zhysim apo të ngutemi ta çojmë vllaznin në krizë, ndoshta duke edhe mos qenë një situatë që ka qenë për krizë, pasi krizën po ndëgjojmë prej shumë javësh, në kohë që vllaznia me Elbasanin luajti për vendin e parë. Krizën e ndëgjojmë prej javësh. Një javë përpara vllaznia ishte barazim pikësh me Dinamon dhe në gjithë vendin apo në gjithë mediat flitet që Dinamo është për kampion dhe vllaznia është në krizë. Prandaj duhet jemi më të kujdesshëm në këtë moment dhe suportin ndaj skuadrës ta tregojmë akoma më shumë. Si në media, si në rrjetet sociale, pasi ka shumë që punojnë, ka shumë që punën e nisin kur vllaznia është në krizë dhe në siklet. Por besoj reflektimi duhet jetë në shkallët e stadiumit. Aty do të vinë tifozat dhe tregojmë mbështetjen për skuadrën. Jo, unë besoj që skuadra është imune, por fryma ndërtuar nuk është e duhur, unë besoj. Fryma që është krijuar rreth skuadrës reflekton dhe në shkallët e stadiumit kjo frymë që ngutemi ta krijojmë, reflekton dhe në mungesën e tifozëve në stadium. Vllaznia nuk shpallet dot kampion me 10 javë, me 5 javë apo me 15 javë. Kampionati është i gjatë, duhen marrë neshjet një nga një. Besoj që me 2 fitore prap vllaznia është aty ku duam gjithë, prap pretendente. Kështu që ngutemi të krijojmë situata apo kriza apo probleme nga më të ndryshme që në fund nuk i shërbejnë as pak skuadrës apo interesat vllaznisë. Sigurisht siç thash ne jena në këtë moment në kërkim të 3 pikësh që sigurisht do na jepte frym, do na jepte besim. Besoj që dhe skuadra deri diku po vjen përmirësim e sipër dhe gjendja e lojtarëve që siç thash kanë pas probleme, dëmtime nga më të ndryshmet, forma e disa lojtarëve duke nisë nga unë i pari që nuk ka qenë më mira e mundshme, por që, siç thash, ka arsyet e veta pse ka ndodhur, por që nuk jemi këtu ndoshta për të çah apo për të çah halle, por thjesht për thonë si kapiteni i skuadrës që normalisht si shkodran që ndjen përgjegjësi në këto momente që të rrimë afër vllaznisë, momente të vështira pasi realisht vetëm kështu mund të ecim para.